Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, po vazhdojmë sonte me takimin e radhës dhe me meditimet e radhës të Ibn Qayyimit rahimahullah. Meditimet e Ibn Qayyimit kam thënë që nuk janë ndoshta trajtime kështu akademike të degëzuara me pika kështu me radhë, mirë po janë të rëndësishme për shkak se janë ndoshta ajo shtrydhja e fundit e mendimit të tij rreth çështjeve. Është e konkluza e tij përfundimtare për temat që ai ka folë. Prandaj nga ky aspekt është e rëndësishme se është konkluza e rëndësishme e tij përfundimtare, por në anën tjetër është edhe një trajtim i ngjeshur, nga se ndoshta leximet me 10 faqe edhe trajtimet e tij të gjata të temave. Këtu në këtë libër El-Fawaidi ka përmbledhur ndërsa në 3-4 rreshta. Por çdo fjalë që ka përmend, koha duhet munal edhe me kuptu drejt për shkak se s'la jap kuptim të rëndësishëm. E për këto meditimet e Ibn Qayyimit rahimahullah, këto dobi dhe urtësi që i ka përmend, kemi thënë disa janë në një titull, përmend rregull caktuar dhe pastaj çet rregull drejton në bazë të udhëzimeve të caktuara që ai mendon se duhet të qenë të përmbledhura në këtë titull. Po këra janë në një titull, në një meditim, një varg konstatimesh, që nga një aspekt kanë lidhje me vetë, po nga një aspekt nuk kanë lidhje me vetë. Nuk është më rëndësi a kanë lidhje tematike me vetë, për shkak se ne na interesojnë konstatimet e Ibn Qayyimit dhe dobitë e tij që ne po i lexojmë. Por nganjëherë ndoshta mundi me has se mes meditimit dhe tjetrit ndoshta nuk ka ndonjë lidhje të fuqishme tematike, sepse të rralla kanë qenë këtu, kurse që mundu më shku ka aspekt tematik. Mirë, po këto më rëndësi për shkak se i bën të ndara, por që janë domethënëse. Meditimi dobia apo meditimi i rrodhës Ibn Qayyim përmend thot faide xhelile, thot një dobi shumë e rëndësishme. Pse këtë dobi që Ibn Qayyim përmend nuk ka vetëm dobi. Kjo është rregull. Ky rregull që e përmend, andaj flet për problemin e njerit me e braktis një mëkat që ka varësi prej tij. Në çdo njeri ka varësi caktuar në mëkat caktuar. Dhe shpesh njerëzit i dorëzojnë kësaj varësie. S'po më melon, madje shkon duke u shtresu varësia dhe duke u rrit dorëzimi nëse e ka përsërit mëkatin mas disa herë që e ka braktis. Ka qenë mëkat, ka bo mëkat, ka bo teube, prap mas një kohë këthy, pa ka bo teube, këthy mos bën teube. Njerëzit kanë shumë probleme me këtë çështje. Madje edhe shumë për muslimanëve, çdo kush për njerëzve e ka të metet e veta. Tenton me hjek disa, as nuk tentojnë bile, nuk kanë guxim, e marrin si një lloj, si më thon, pranimi të kësaj, tentojnë me mbulu me arsyetime se jemi njerëz, s'ka të pagabushëm, edhe vazhdon tutje. Ibn Qayyim rahimahullah thotë se nuk duhet me bashkëjetu me të keqen, nuk duhet me pranu asnjë ves, dhe nëse në betejat me të ndodh nganjëherë me dështu, duhet me marr fuqinë dhe guximin prap me luftu dhe me largu. Do nëjna gjithmonë betej me veten tonë, për me i flak me largu veset e ndryshme. Qoftë zemrës, të mendimeve tona, të gjuhës tonë, të gjymtyrës tona, jetës së përditshme, e tjera që mundej me to me u ballafaqu. Prandaj Ibn Qayyim ngjall tek një shpirt luftarak të vazhdueshëm, që nuk lejon mu dorëzu. Përkundër dështime me betejë të caktuara. Tash ku me gjithë muslimani këtë forcë që i largon këtu, nga se na shohim të sahabët e pejgamberit sa. Ata për shembull kanë jetuar me disa vese që janë bërë pjesë përbërëse jetës, nuk kanë ditë me rënë ndryshe. Por i kanë lënë. I kanë lënë, domthon let i kanë lënë. Ku e kanë gjetë këtë forcë, këtë motiv për me lënë? Ibn Qayyim rahimahullah thotë, inma yajidu al-mashaqqata, njeri ka vërtërsi me lënë diçka nga të dashurat dhe zakonet e tij të vazhdueshme, diçka ka dashur, ka zakone, adete ka këtë, gjenë vërtërsi, thot, momentin kur
nuk e lën për hir të Allahut. Thot, ndërsa ai që është i vërtet edhe i sinqert nga zemra e tij për hir të Allahut Azza wa Jall, nuk gjen vështirësi në këtë proces braktisës, përveç se në fazën e parë. Në fazën e parë. Domthon, apo mund dalë të pak këtë meditim. Ibn Qayyim rahimahullah thot, mas pari, nuk ka arsye askush në vazhdimsinë e vesit caktuar, përveç se nëse ka problem me sinqeritetin. Ka problem me përnime apo do me lën. Ka problem është i vërtet në pretendimin se ka me lën. Domthon nuk është këtu tash Ibn Qayyim rahimahullah ku e dërgon vëmendjen, jo te forca e tërheqjes të epshit ka japën, jo, po te forca e urrëties. Apo, se njerëz zakonisht arsyetohen me forcën e lidhjes, jam i lidhur me këtë, komati. Ibn Qayyim rahimahullah nuk i kushton vëmendje kësaj lidhje fare. S'ka lidhje që sa ku e të boti, s'ka lidhje fare sa i lidh me të. Nuk ka lidhje fare kjo, do të thonë sa ka prezencë në jetën tonë, s'ka lidhje kjo. E pse shumica e njerëzve këtu e kanë problemin. Jo, problemi është te fuqia e seriozitetit, sinqeritetit dhe vërtetësisë. Fuqizohet këta, dobësohet kjo. Nëse kjo dobësohet, ajo fuqizohet. Kjo është rregull i rëndësishëm në jetë. Prandaj njerëzit ndoshta edhe kur dojnë me hek një vest keq, ndoshta edhe shpenzojnë energji pa nevojë, edhe lodhen diku nuk mundën me largu. Pse? Për shembull, nëse njëri ka një vest keq një jetë vet, që është i varur mbi ti, ka varësi caktuar mbi ti, apo tash don me lën, qysh e lënaj, po që s'pe bëj mo, do me braktis, e ka vështirë shto, nëse veç o braktisje, nëse veç e lëne, kështë e ka vështirë, sa e është lidhje fuqishme, apo, prandaj forca që e shpenzon në braktisje, mes ti edhe mes vesit, e lodh dikur, mundet me unë poshtë, prandaj ai nuk mirret me forcën e tij personale në braktisje, po e fuqizon zemrën me sinqeritet e vërtetësi, ajo pastaj lete eliminon vesin e caktuar. E kjo është çësia dur karshi çdo vesi një që e kemi apo. Prandaj kjo është e para. E dyta që Ibn Qayyim rahimahullah thotë, duhet me pranu se ka vërtetësi. Nuk mundem me thonë që nëse je sinqert dhe për Allahun xhallahu ala, le të ki. Ka vërtetësi. Edhe ky e pranon që ka vërtetësi. Mirë, po është vërtetësi e fazës së parë. Do besimtari është i fuqizuar me sinqeritet, i motivuar nga vërtetësia e tij që e ka thonë për Allah se për një më ka mu largu, kjo i ndihmon mu largu. Dhe e treta është i gatshëm për vërtetësitë e radhës që vijnë nga si kupton si janë momentale dhe të kalueshme. Prandaj i ka përcen. Sigurisht njëri të ndërruar i cili do të me hi në operim. Do të me hi në operim dhe me hjek një pjesë caktuar ndoshta që është problem. Çka do qoftë atë? Tash këtu janë dy gjëra. E para, nështrimi këtij internimi kirurgjik. Kjo është e para. I ka primet e veta, i ka dhimbjet e veta. Vetë kjo mjaftueshëm të bën me hezitu, a me jo mos me hjep. Mirë po, është edhe një çështje tjetër. Aja është se çka mas operimit apo. Në rregull, unë këta po e kry, po e bëj kabull që thonë, apo me i, mirë po problemi është se duhet nështë me najtë 3 javë dit, shtrit, pastaj, mos me dalë. Që kjo faza 3 javë dit me qenë shtrit, mund me qenë me vështirë se faza e largimit të asoj pjesë përmes interrimit kirurgjik. Mund nuk është me vështirë. Prandaj, ai që në operim i ka parasysh 2 fazat, edhe fazën e internimit, por edhe fazën e trajtimit apo. Momentin kur ai e pranon edhe internimin, edhe trajtimin, letja kalon, se edhin që domthon çdo ditë veç po shkoj duke dalë pej situatës. Nëse ai i cili për shembull krejt forcën e kalon edhe shpenzon veç te internimi, pastaj ku vjen te trajtimi s'ka forcë, ai prap kthehet. Nuk ka mundësi apo. Apo kuptoni domthon këtë udhëzim të bëhemi shumë të rëndësishëm me kuptu çysh njëri dal pej domthon vorbullës të mëkatit apo vesit të keq. Që besimtari e din.
Unë mëj melon nga se fuqia goditëse përmes vërtetësisë edhe sinqeritetit më shkput nga mëkati, në shkputin nga mëkati, janë të turbulenca nga se ka qenë lidhje fort, mirë po në shkaj duku stabilizu dal nga dal edhe bëhet ai një kaluar që unë shpëtoj për saj. Kush është i gatshëm që të kaste me e pagu, nuk ka vesë që nuk e hek. Nuk ka mëkat që nuk shkput për ti. Ai që nuk din më u gjin me këtë citat, nuk e nje natyrën e shkputjes nga mëkati, që ka varësi për ti, gjithmonë dështon këtë betejë. Dhe kjo është një udhëzim shumë i duhur, shumë praktik, i rëndësishëm, qysh çdo musliman ka mundësi më u shkput nga çdo mëkat që realisht ka arrit në nivel të varësisë. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, ka një fazë fillestare që ka vërtetësi, po që e pjesa e trajtimit. Thotë pastaj fa in sabara, se kjo fazë e domosdoshme e testimit të vërtetësisë. Do vërtetësia testohet në dy faza. Në fazën e braktisjes edhe në fazën e trajtimit pas braktisjes. Në këto dy faza testohet vërtetësia, a je vërtet? A je vërtet? Andaj ai që e dëshmon vërtetësinë në dy faza, Ibn Qayyim rahimahullah thotë, përpjekja e tij nga idhësia shndrohet në ëmbëlsi. Nga lodhja shndrohet në pushim. Nga angazhimi shndrohet në qetësi. Mirë po, këto janë ato që duhet me pas parasysh. Prandaj thot Ibn Sirin rahimahullah, sami'tu Shurayhan, e kam dëgjuar Shurayhin, Shurayhi al-Qadi rahimahullah, ka qenë nga gjykatës e njohur në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala, Omeri ka bu gjykatës, e ka qenë i drejtë. Ai domon e ka sill dhe Aliun Xhoxhi ka sill, ka qenë një njohur Shurayh al-Qadi rahimahullah. Thot Ibn Sirin e dini, Muhammed Sirin për tabimet njohur. Thot e kam dëgjuar Shurayhin duke u betuar në Allahun e Madh, duke thënë pasha Zotin, kurdo që diçka lën për Allahun, nuk e ndin mungesën e tij më kurrë. Do dikush që lën diçka për Allah, nuk e ndin më mungesën asaj që ka lënë për Allah. S'ni mungesë më. Për shkak se forca e vërtetësisë që e ka lënë për Allah xhallahu ala ja kompenzon çdo mangësi që ka mundësi me ndi eventualisht nga braktisja e një zakoni të caktuar. Çdo kush ka zakone në jetën e vet. Për shembull të ndërrojë vëzër, nëse e bëj vetë një vetë llogaritje, s'po flas vetëm në vetë mëkateve. Po marrëm vetë çështja e kohës. Sa kemi zakone të përditshme që ato na humbin kohën. Zakonet neve, njerëzve. Për shembull, përditshme. Me shku këtu, me bëu këtu, me qelë të me ngu. Nëse i mbledh ato, minimumi mbledh 2-3 orë si kur gjëj. Mos më shumë haptan. Apo. Edhe shkputjen nga këto zakone në favor të shfrytëzimit të durrë të kohës, edhe këtu janë probleme. Nuk ka letë më u shkput nga një rutinë ditore që me vite, dekada je kyçën topën. Nuk ka të letë ato. Ama ky thot, betojmë në Allahun e Madh që nëse për hir të Allahut e lën, e kjo për hir të Allahut është fjalë e madhe, përfshin vetë soi vërtetësinë edhe sinqeritetin, sidkun edhe ikhlasin, kush e lën për këtë me këto motive, për hir të Allahut xhallahu ala, thot nuk e ndin më mungesën e saj. Kurr, apo snimo që nuk lën boshllëk. Nuk lën boshllëk në vetën e vet mëkati i braktisur. Thot edhe thënia e parëve, sepse kjo është hadithi i pejgamberit sa, men taraka lillahi shay'an awadahu Allahu khayran minhu. Kush lën për hir të Allahut xhallahu ala diçka, ja kompenzon Allahu më të mirë, thot është fjalë e vërtetë. Ibn Qayyim rahimullah gjykon se është vërtet, normal kur e citon si thënie të dietarëve. Ndërsa si citati i pejgamberit sa është normal e pakontestueshme. Se ka kështu hadith të pejgamberit sa, kush e lën nisan për Allahun, Allah ja kompenzon më të mirë. Ibn Qayyim rahimullah thot, nga se domthon rregullisht kush e lën për Allah, letë ka. Letë ka në proces të matutjeshme, pse ka sakrifisë, ka lodhje. Dhe kompenzimi tash kur flasim se kush lën për Allah diçka, Allah ja kompenzon, kjo është motiv shtesë. Edhe është forcë shtesë për me lënë diçka. Do besimtari kur lën diçka për Allah te barekuhu teala, çfarë do praktike, rutine e dëmshme apo mëkat, ai e lën për shkak se i pengon në rrugtimin e ditë tek Allah xhallahu, i pengon në adhurim, i pengon në shijimin e adhurimit apo
Dhe çka mjafton motiv për me lon. Mjafton çka motiv për me lon. Mirë po këtu është një motiv tjetër, cili është ai kompenzimi. Jo vetëm është problem në ahiret, po kompenzimi në dunja. Ibn Qayyim rahimahullah thotë se kompenzimi është i disa llojeve. Madje çdo lloj kompenzimi është shumë më i mirë, më i dobishëm se vetë aja që ti e ke praktisë. Ta shtuhen edhe në me thonë, përballje logjike, mes veprës së bërë, rutinës së caktuar, edhe kompenzimit të premtuar. Logjikisht me pas. Për shembull, njeri ka një rutinë sikur se përmana, e cila i kushton me kohë, e cila i kushton me dije, me mordije, e cila i kushton me pjesëmarrje në ligjërat, e cila i kushton me kujdes ndaj virdit që e ka, e cila i kushton me cilësi të adhurimit, i kushton, ka s'to ka. Po që s'u lën. E po kemi thënë rahimullah thotë, fuqia e sinqeritetit edhe vërtetësisë që e përmana është ajo që mundson. Dhe e dyta kompenzimi. Cili kompenzim? I mënyrave të shumta. Një nga këto kompenzimet, nëse e merr, edhe përballon e qet përball kompenzimin nga kjo anë dhe e qet përball rutinës që të sjell një farlloj, po them kushtimisht, një farlloj qetësie, një farlloj përmbushje, çka do kuft, edhe kështu të shaj që kompenzimi është shumë fish më i madh se vetë rutina që i jeni ta. Mos tas për mëkatin. Andaj thot për shembull Ibn Qayyim rahimahullah, mjafton el-unsu billah. Mjafton të thonë që nëse ti e lën për Allahun xhalla xhelalu me punë, tash ti e keni praktik ditore. Tash qoft koha, shoqërimi, çka do kof, problemi i caktuar, apo mëkat që ka varësi njëri, edhe din që kjo çdo ditë po më kushton Allah. Çka çdo ditë ka kosto, çka çdo ditë po merr, çka çdo ditë po privan, ka probleme. Në momentin kur ti ke një varësi, çka nuk kupton varësia, keni vëllai shoqërimet, apo shoqërimet. E ka pa njerëzit, për shembull, që një kod gat pin duhan. Për shembull, a edhe kur të lën duhan ka probleme të durshmis me moj. Apo se umsu në formë caktuar, do të thotë që është mishruar me duhonin, apo që tash edhe lëvizjen e durrëve ja ka organizuar duhoni, apo. Ku në caktuar ka organizuar duhoni, ka pas një shok vet. Dëm që ka shkaktuar këto janë kont pavretura në raport me një qasja po raport mitësor që ka pas me vesën e tij caktuar, me një vesë të vetë ato. Për shembull. Momentin kur ti e lën kët, a shkaktohet një boshllëk? Po, është padyshim boshllëk. Se nuk dhe njëri për shembull tash, sikurse e keni shak e mësuar ditë për ditë në ora 9 me pimë të kafe. Deri 10:30 keni pi kafe. Ai ka shku për shembull çapo dynë dikon perëndim në 3 muaj të sfletave. Të çdo nëse ki problem që atë 9:30 me përmbush se i mësu me dal me ta, nga se bëhet fjalë për 10 vjet. Është që po të mungon diçka, është që kjo do të ekstra organizim. Edhe pa do të shkon mëne, nesër jo më s'është njëri këto. Apo disa shkon mëne se nesër në ora 9 kam u taku të jo më s'është njëri këto. Apo. Don çka po të bëjmë me kët? Se ti kur praktiz diçka, në këtë aspekt ti po praktiz një shok tonin. Po praktiz një shoqëri që të ka përmbush pozitivisht, negativisht, s'më rëndësi, po të ka përmbush. Ti e ke pa tash se çka përmbushje nuk është e duhur. Është përmbushje në dëm të adhurimit, është përmbushje në dëm të avancimit, ngritjes të ndryshimit, është përmbushje, po jo në favor të ndryshimit, në disfavor të ndryshimit pozitiv. Edhe tash ti ke lënë me kelon. Ki këtë shok, kushtimisht po e lën, apo Allahu thot, unë të bëna shok. El-unsu billah që kjo është apo. Që ta ndish shoqërinë e Allahu xhallahu ala kur të përmesh. Do të shih vëllazni, dallë me përmend Allahu xhallahu ala si përmendje, për shembull subhanallahu alhamdulillah, apo edhe dallë me përmend Allahu xhallahu ala si prezencë. A dallë me përmend që për shembull, me përmend Allahu xhallahu ala si ekzistencë, me përmend se ekziston, edhe po e përmend se është prezent ka dallim. Ka dallim. Tash Allahu xhallahu ala ta mundson që kur të përmend, kur të adhuron, apo më ngrit në nivel të një shoqëri me Allahun te barekutaala, që tashmë ajo muhabeti që ti e ke bëu me filonin
ta përmbush tash kush leximi i Kuranit apo. Tash ti në muhabet me Allahun te barek ve taala. Çka përballje mes çësaj shoqërie, edhe asaj shoqërie, logjikisht me logjik të pastër të udhëhequr dhe të ushur nga imani, a është forcë e mjaftueshme, më thon këti, më fal, po unë tash kam dashur këtij, a është mjaftueshme? Po, e mjaftueshme. Ama të ndërvazë, kush bën kësi përballje? Kush bën kësi qasje? Prandaj ju thash, metimet e Ibn Qayyim nuk janë fjalë, ka me dy ka pa, e ka provu. A dërë Allah me ta leqit shoqni, e ta në qabë i pashë, unë e të buna shokot, unë e të buna shokot, unë e të buna miko, unë e të përmbushe, el-unsu billah. Pastaj thot me habbetuhu, shta këtu që Allahu Gjalla Wala ta mbush zemrën dashni për te, edhe bësh nga ta që Allahu i dënë. Ta ma aninet e të kalb, qetësia shpirtnore, i jep fort zemrës, nga se normal, njëri të ndërvozër e dini, pas çdo betejë njihet më i fortë apo më i dobët nëse fiton. Më i fortë. Andaj ti në çdo betejë që ngavnjen, zemra njihet më e fortë. Edhe një më e fortë. Në çdo betejë që ti fiton, zemra bëhet e fortë, e kush do psohet? Epshi do psohet. Prandaj çka çështja dur. Dhe e kundërta, çdo triumf i epshit e fuqizon epshin, e bën më arrogant, e do pson zemrën. Ku që edhe në këtë përballje besimtari, logjikisht thot, unë kam të më forcu. Mikun e armikun. Kërë që këtu e në meditimet të domosdoshme për ndryshim. Çdo vesh që do me elon, çdo ndërhyrje në jetën tonë që do me e bo, çdo avancim, edhe në aspektin e sasisë së adhurimeve, edhe në aspektin e cilësisë së adhurimeve, edhe në aspektin e ndryshimit të veseve drejtore, s'kan kështu, mjaft mo, kuptim edhe të gjumit, edhe të pushimit, edhe të lëvizjeve, edhe të fitimit, gjithçka, po ndryshim kemi nevojë me ndryshime. Kemi nevojë me ndryshime për u kon më të mirë. Pa këtë qasje, pa këtë meditim, pa këtë përballje është problematike. Pra e thotë Ibn Qayyim rahimahullah, i shtohet fuqia e zemrës dhe i shtohet pasaj aktiviteti. Se sa më e fortë është tani, më aktive normal, zemra është më aktive. E zemra kur është më aktive, çka ndodh? Përjeton adhurimet më mirë. Allahu na dën më shumë. Adhurimet e zemrës janë aktive, smut e zemrës shkojnë duke u largu. Edhe gjithashtu të fiton kënaqësinë Allahu te bareke ve taala. Në këtë meditim që e ka vënë Ibn Qayyim rahimahullah, lidhur me këtë çështje që më ne ka udhëzime të mjaftueshme praktike që për më na duhet në baza ditore me bë këtë lloj ballafaqimi. Apo gjatë ditës a kam shok që duhet milion. Edhe si njerëz, edhe si rutinë, edhe si mentalitet, edhe si veprim, këta këtë shok të tu. Apo edhe mentalitet shoket. Të shoshnon, misë sa vite për të shoshnon. Thuj që ti mentaliteti mos si e shoku jam. Unë du me marrë një shok tjetër mentalitet. A ka nevojë me ndru? Po, rutina ditore për shembull, a ki nevojë me ndru? Të shoqëron ditë për ditë. Qosh kanë bën rutinë. Nëse ka nevojë për ndërhyrje. Ndroje. Ndroje me këtë çështje është edhe si të naci, triumf edhe ndryshim pozitiv për më jetën tonë. Ç'ky ndryshim i kërkuam? Që kjo është rrugtimi dhe harta e kërkuar për ndryshim të ndërvozur sipas asaj që ka pranë Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim rahimahullah thot në një meditim tjetër, thot aqba an-nasi man dalla fi akhir safarihi wa qad qaraba al-manzil. Njeriu më mendjelet apo sikur të thuhet sot idiot, ai niveli i ulti, domthon idiotizmi është niveli i ulti i inteligjencës, më i ulti apo domthon. Ç'ky është më i ulti? I cili thot Ibn Qayyim rahimahullah jahuq shtëpis e kamrit e progës saj. Para më që ky njeri apo. Domthon para njeri të natë rrugë ka bo. Apo për shembull me shku me një vend në fund e udhën. Të në kur rrugë ke bo, edhe gati e kon me mri, e ka udhën apo. Domthon këtë viu. Dikush thot po mirë, kjo qenë ka i cili ka rnu 70 vjetë ka ecë në fund, apo? Jo. Cili për një vetë dinë se e ka afer e se ka afer? Kur është dinë? Ne e dinë që po ecëm, apo? Ama a është vakti gati me shku të shpia? Varri. A dimë në cilë, apo?
Njerëz ecin mirë, në varë para se me ja huj vore të thënë. A i në varë kamera, po ja huj rënje së duhe në varë. Që kjo njëri ma me ndjelet, që kjo njëri me inteligencë ma tullt, përshka këse në fund e prishkejt. E ka njerëz që fatkeqësisht në fazët e caktuar të kanë qenë ma aktiv, kanë qenë të interesuar për udhëzimin e Allahut Azza wa Jall, mirë po pastaj nga ajo që u pendu u kthye. Pra më shë e kalon muzikën, e kalon për shembull një praktikë caktuar, në fund tjetës tij i kthehet prapë. Lodhet nga çka ecja. Për shembull muzikën se zakonisht figurat e caktuara apo janë shembull për braktisje, po pastaj edhe fatkeqësisht edhe për piknisje. Ose çfarë do praktike tjetër, e ka lënë dikur edhe ka luftuar për ta e haram, s'ban e kjo ndaluar, peshko të dal nga dal, pastaj ka funi veç shkon duke e relaksu dinamikën e lëvizjes në favor të asaj që dikur e ka bëu pendu për sa atë, fatkeqësisht në favor të mëkatit hershëm. Prandaj duhet njëri me koni mëshëm. Nëse dikur u kone keqe e pendu, apo e kone keqe e pendu, pse e pendu? Për shkak se, domthon, e ke pa që në kjo rruga besimtarve, në kjo udha duhur, kjo pas argumente. Çka ndryshoi profesorsi? Çka ndryshoi? Kjo është e parë. E dyta të ndërvëzër, ajo që njëri u pendu për saj. Domthon, duhet me kon diçka që me të vërtetë u kone keqe. Apo me të vërtetë keqe. Ose me të vërtetë e ka pengu për me qenë i avancuar në besim. Pavarësisht tash edhe qëndimit shariatik, a është haram ose haram. Kushtimisht. Për përmeni punë të caktuar. Në një ka bënë një veprim të caktuar, mos të marrësh muzikën se mos po tani keq kuptojmë në debatet e panevojshme juridike, po e ka pas një praktikë të kaluar. Çfarë praktik? Për shembull, ja ka marr kohën, ja ka marr jetën, ja ka marr e ka qenë në shoqëri të caktuara. Në për shkak që saj ka u kon me qëta shok, për shkak që saj ka nejtë natën qëto vene, për shkak që saj qështu ka fitu, që ka qenë shkaku. Për milion krejt që të është me praktikë qëtë të parë, në qështot? Me praktikë të parë. Edhe, si e ka praktikë qëtë, që ka ndodhë? Ndryshimi madh njetë, e ka ndryshë është një për të mirë, orë në gjami, ka fillu me lezu Kur'an, me shkune për legjerata. Do me thonë, këthimi ti ku ka ndodhë? Në praktikën e qasaj praktike. Apo, tash, pavarësisht juridikisht që e praktik, mund tjetë, për shembull, ka mos pajtim, së është haram. Po, mund tjetë në përgjithësi, ama për ty ka qenë gjithmonë arsye për mu pendu. E pse arsyen për pendim, tash për bon të parësyshme për pendim? A ka logjik? Që të më ka që s'ka logjik? Don ti ja kret udhimi deri tash. Se ti kur e pendu pikë kësaj veprimit, çka ka ndodhur? Ka ndodhur që ja në xhami, do të shkon në xhami. Pse shkon në xhami? Për shkak se ti marr me ikon, ti marr me çezanat. Çfarë do koftaj? E din ashi çore ti se ky zanat ska lë marr në xhami. Për marr në xhami ti e ke lënë çezanat. O në rregull. Ky zanat ka qenë çta shok. Apo për milion çta shok do të më lënë çezanat. E ke lënë zanatin, tash e ke bërë shok tjerë. Do ja ke pa harin që sajna, apo kupton? Pendimi është tregu gjithmonë i arsyeshëm, i nevojshëm, i domosdoshëm. Për me ndu ndryshimi, apo. I ke prek rezultatet e ndryshimit, pozitivisht, e ka pasë mirë për të shkon, apo, më rikthi prap tash në pikën zero. A është tash ti, që kjo e arsyeshme, apo rokon e arsyeshme? Që ta thëtë me kajmë rahimullah, kjo e me këllu njeri, ka arme një moment që nuk më ndonë arsyeshme mo. Po prap me nënë për mes epshit vetëm. Si të me nënë për mes epshit, normal, të këthen pikën zerët, je pendu ba djava, të kanë marrë në qafë, ka mujtë me vazhdu që shtut, apo s'ka konsenzus të kulemat, ka khilaf, e si të fillon me hi ka khilafet, apo si të fillon me hi ka mendimet, e ka mendime, apo dije se këtu e në tërgu që realisht forca e pendimit parë që e ka ndryshuar bus në jetës, ka fillu më dopsu.
Pavarësisht faktit se njëri e ndron mendimin normal, la mund të që kanë të kaluar ka ndaluar me ndru, s'po flas të timi juridike, po flas për çka? Po flas të vëllezër për udhëheqësit e jetës, që aty ke pas njën. Që aty ke pas njën. Për shembull të ndërvëllezër. Në njëri i cili për shembull ka bastore. Hajt që kjo ka gjmo, ma mërmenja. Ka bastore. Edhe punën bastore. Shet alkohol, njëri shet drog. Drog shet. Edhe normal, me drog të rrinë me dërgjirasha. Pastaj normal bën krime tjera. Tani xhamia është larg për to. Zakonisht. Larg xhamia. Ai do mu pendu. Një ders me në shok, dikon do mu pendu. Kur do mu pendu, cili është mëkati që e fuqizën keqardhjen? Droga. Apo? Mirë. A është që i mëkati vetëm që e ka që mu pendu për tina? Jo, e ka. 100 mëkati i ka jepëtën. Apo 100 mëkati i ka për. Po, ama mëkati që kjo e ka konzru, penges për më shku të kalla gjellë është droga. Se ka pasë të tjera mëkati, nështë ka bëllë pun tjera, pëtën. Qa s'ka bo? Mirë, po e ka pa që kjo bështi për limit jam, nëse e loj që të e loj tjera ta po. Rikthimi prap që gjuna, me mendim se ka qenë halal, për ta është i damshëm. Se kjo ka qenë bështi i krizave tina, pëtën. E që ta dalën, për shemë, kur dikush, një besimtar, bjen më ka të caktum, edhe ajë tëti që nga jo pëndu këthet pra më ta, dalën me zvetëm. E ti gati e kon ka e dominant gjinohen, gati e kun ka e preshtën ka i të jute, gati e kun me mri, prap mu këthitët, ku i ki metë, gjitha e forcë, gjitha e investim, gjitha e lodhje, apo me kalu, që është ashtë ma heret, apo me shoqëtu vetë me diçka tjetër, me kompenzu, me bo gjitha, krejt huq për çka, pas ka pas i këtilaf, pa leti i këtilaf, por ty s'ka i këtilaf, ti do shmelon ti, se ty s'të krymë pun kjo që është tjepë. Kuptim logjik të Ibn Qayyim rahimahullah. Gjashtu Ibn Qayyim rahimahullah thot, kur njëri ka të ndërrullat vëzër, kur njëri ka mendjen e organizuar si duhet, kur e ka mendjen të ndriquar me udhëzim të Allahut azza wa jall. Mendja kur ndriqohet me udhëzim të Allahut, kur mendjen e përkrah Allahu xhalla wal, e niman Allahu te barekotar. Kur një mendjes i jap Allahu sukses, thot, krejt që ka karë pejgamberi s.a.s. e shesi të duhur dhe urtësi. Të duhur dhe urtësi. Ndërsa, nëse mendja ti nuk është e ndihmuar nga Allahu, por është e braktisur në forcët e saj, zakonisht sheh problem mes logjikës dhe shpalljes. S'po përputhën, ka kundërshtim, mendja, shkenca, gjithë, apo, Ibn Qayyim rahimahullah thot, ky përdim nuk është real, po është për shkak se, dallon mendja për mendjes, dallon mendja për mendjes. Për shembull të ndërvëllazër, një njeri i cili kushtimisht me marrë një shembull, kanë mungjit 2 njerëz në katin e 15 apo. Ka mungjit 2 njerëz në katin e 15. Edhe ka shkallë me ecë, edhe ka shkallë lëvizse. Apo. Njoni hyp në shkallë lëvizse, e tjetri shkallëve që lëviz kom të veta për mërë. Kër mi në katën e 15, aji me shkallë lëvizse se kum një bilam, shumë ka lajapën. E kjo, nështë ta jetë në gjysë katë i kontetin, katë nëntë, katë dhënë e mosë së në është dhepën. Problemi është të lartësia, atë shfrytëzimi i mënyrës më ngritë në lartësi. Ku është problemi? Që u lodhë kjo? A është problemi i lartësisë? A është problemi i mënyrës më ngjitë në lartësi? I mënyrës. Andaj besimtari i cili dënë me kuptu drejt lidhjen mes mendjes dhe shpalljes për mes shkallëve të imanit, a i shë problem. Nuk shë problem. Ai që dënë me i kuptu këto, pa shkallë të imanit, veç me kapacitet e ti mendor, me kuptu madhësinë e shpallës, ka në pas problem se shpallë e të lodhë. Shpallë e lodhë mendjen, so shumë e madhe, shumë e ronë,
shumë e lartë, mund gjit shkallëve të shpalljes, veç me kom të menës, nuk mund është apëton. Vallaj nuk mund, lodhësh, raskapitesh apëton. Dikur dhe dërzosh, s'ka pajtim, e momentin kur ka kundërthënie mes shpalljes dhe logjikës, çka bëjmë na? Ja përparësi logjikës, apo ja përparësi logjikës. Përparësia këtë rast logjikës nuk ka pse ka kundërshtim, po pse u lodh të ungjitë edhe ka zgjedh më të letën atë. Apo e ka zgjedh më të letën. Pra mos ja i thot i kam edhe 8 mungjit. Apo? E nëse i kam 5 më zbrit. Çfarë është më lehtë? Po zbraz o burr. Po nëse zbaz ti shkon këtë poshtë, do të shkon lart, do të më lehtë të shkjap. E ata që s'ka mundësi me kuptu lidhjen mes logjikës edhe shpalljes, s'ka mundësi se lodhën dikur. Po normal që lodhën, se shpallja është e lartë. Atëherë çka ndodh? Atë na po zbritëm. Po shkojmë që në tokën tonë më mirë, edhe jesin poshtë. Nuk ngjitën kurrë. E kur zbret poshtë në rrugë, çka nën kupton kjo poshtë? A shet tani pamjet një si janë katë parë, poshtë që ka zbitë si janë katë 15, a i shen njëjtë? Ja, shen njëjtë, apë. Shen njëjtë. A i kur shkon atë, thotë, unë e pesha këto, ku e të e pati, s'po shosen, apë. Tani kanë konflikt kush? Dy mendjet kanë konflikt. Nga se njëna shikon nga kati 15, të shikon nga kati 10, apë. Normal që s'ki me pa Allah, se ti qka shë është një banes për balteje, qa shki me pa, apë. A i nalë shë gjelbrimin, shë male, shë gjithë, apë. Prandaj ato qka shë besimtari, i ndriquar në mendit i me besimin e Allah të barekotale, i përkran nga Allah xhallahu ala, s'ka mundësi me pa që sërti ndriquar atë. S'ka mundësi me pa. Dhe kjo nuk është çështja të kapaciteti intelektual i njerëzve. Jo, apëton. Jo, ka njerëz që në kuptim të kapaciteti intelektual mund të jenë më të fuqishëm. E po, nuk ka një shkallë të dhura për mund gjitha, edhe në lodhë. Prandaj, ato që, si kurse e ka përrem, i më kajmë rëmën me nën të tërë, ka thonë, krejt njërës të meqëm kanë ra dakord, se suksesi është me të ngjit dorën Zotit, për përthej kështë bukfalisht, shqip, se suksesi është me të përkra Allahu, që të është. Ku të përkra i suksesër mi. Dështimi është me të lënë Allahu në vetën tonë, hajtë është bëve që atë tonë. Që ka dështim? Që atëherë një me apëtë. Për këtë arsye ka një poet arab, ka thonë nëse Allahu nuk i ndihmon një djali, apo dështimi i parë komiar nga menja ti ato, më mërë menja mu, që ta ki me dështua? Nuk mund është pa Allah xhallahu ala. Aja është që udhëzon, aja që ndihmon. E nëse Allah të ngrit, pastaj me kapacitet e mendjes shë nga pozicioni ku Allah të ka ngrit, dyshe në sanë. E këto dallime mes imanit funksional që e ndriçon mendjen dhe e lehtëson ngritjen, edhe mes një imani që nuk është funksional, apo që nuk ekziston fare heq, e një dën vetë me mendjen e vet, me kuptu senet, e shë se e ka vështirë me ngrit nga se kapaciteti ngritjes në këtë rast është shumë i kufizuar. Në që ky meditim është vallahi shumë i rëndësishëm për me kuptu edhe urtësinë, edhe shariatin, edhe kaderin e Allahut azza wa jall, mirë po me mendje të ndriçuar nga shpallja, i mbështetur në Allahun te barekotala, duke kërkuar ndihmën e Allah xhallahu ala. Mi po i pavarën nga kjo e të tëra, duke tentu që vetë me a dalë, atëra dikun ka kati 5-6 është po këthejmë se sërë në mund gjitë, që atje po është bëllë mirë kem, e atje po është tani dhije që ka mund me pa, dhije që ka shapë. Krejë që kam pa njërë në dunja është, një knasje caktuve e psharake, kur gjës kam pa, kur gjës kam përjetu. Qysh ka thonë Ibrahim e Ledhem Rahimullah, me pa ditë mretnit, që fa knasje kem na, këshin e du me shpat me në amara, domon, ata që knaqe ma shumë të mbretnit, kjo thot, ju kur gjës këni pa që o knasja. Ju senzin që a mu knaqe, po? Kësi ju knaqeni me përjetimet caktura formale, një knaqemi me shpirt, me zemrën tonë në adhurim, e më përkushtim, e nërshim dhe Allah Gjellewala, këto ka dallimot. Këto ka dallim. E kush e bë dallimin? Se njoni e kërkon ndihmën Allah Gjellewala dhe ndriçohet me besim e shpallje, e tjetri dënë vetë mja dojnë se i meqim e mune, s'ka kush mëson mu në vetë du, atër Allah thot, qysh e ke kërku, ja pro vazhdo tutje, e po shijet ku po shkon njëri me menë në vetë. E që ka po ndodhë me menë në njërit sot në botë e për para, qëfar ka ndodhë, Allah në rujtar. Pastaj është një meditim tjetër që e ka pranë Ibn Qayyim rahimahullah, këto në vazhdim, thot,
Thot mjetet, Ibn Qayyim rahimahullah thot, aqrabul wasail ila Allah. Mjetet që të afrojnë mas shumë tek Allahu xhallahu ala, thot janë 3. 3 mjete në kryesore që të afrojnë tek Allahu xhallahu ala. Çto nëse i ki, janë mjete efikase, funksionale për më afruar tek Allahu xhallahu ala. Çu afrohesh tek Allahu xhallahu ala? Ka thonë mulazamatu sunna. Ta ndjekësh sunetin brenda dhe jashtë. Wallahi më shpejt nuk ka më mri. Se suneti është rruga për tek Allahu xhallahu ala. Njeh sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ndërtimin e zemrës, në rregullimin e sjelljeve, të adhurimit, besimit, praktikave të jashtme, gjitha këto stolesu brenda jashtë me sunet, rruga më e shkurtër për tek Allahu xhallahu ala. Thot gjithashtu e dyta që e shkurton rrugën për tek Allahu xhallahu ala, bashkë me këtë dawamul iftiqari ila Allah. Që në vazhdimsi ta ndish varfëninë që e ki për Zotin xhallahu ala. Gjithmonë vazhdimsi në këtë iftikar, po dawam. Daiman, vazhdimsi që zemra me ndi nevojën që e ka për Allahun xhallahu ala. Çdo lëvizje. Prandaj kjo nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, apo sa ka situata ku njerëz për shembull tentojnë mi dal vet ose me thirr dikon, nuk e ndin që duhet Zoti xhallahu ala. E zemra gjithmonë me rah, me këto rahje të iftikarit të varfënisë për Allahun xhallahu ala, është padyshim një edukim që kalon për procese. Mirë po, që kjo vallahi çon tek Allahu më shpejt se kurrë që të dërron. Sa më i varfër, më afër te Allahu shkon. Jo i varfër në mjete materiale të jashtme. Jo, po i varfër nga thellësia e shpirtit se pa Allahu nuk muna. Asnjë zëm pa Allahu s'muna. Çish ka thonë pejgamberi son sabah akşam. Wala takilni ila nafsi tarfat ayn. O Allah mos më lën mu kur aso çel e mbyll syta. Mos më lën. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, edhe treta wa iradatu wajhi wahdah. Edhe ta kesh për hir të Allahu xhallahu ala çdo fjalë, çdo vepër. Çotria. Soneti, varfënia edhe sinqeriteti. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, wa ma wasala ahadun ila Allah illa min hadhihi thalatha. Kurdo që ka arrit tek Allahu dine, thot se ka arrit me çotria. S'ka të rrugë. Subhanallah. Edhe Abu Bekri apo Abu Bekri, edhe Omeri apo. Krejt kushte Allahu ka arrit, që ke dëgjuar që është nga të arriturit, nga të ngriturit, nga të suksesshmit, dije se çtoi rrugët. S'ka të rrugë. Ka shumë e madhe apo, shumë e madhe. Me të kallëzu rrugën e shkuqet që sa ti kena ra kena mri. Sa është, do me thonë se, për shumë kur njëri suksesshëm në lamin tonë, ta ka zënë qesën e suksesit ka i karoaj edhe, dhe që shteja këmë ta shkutar rrugën shumë, dimon shumë, këta ka zënë që më rrit në majt e suksesit real të ka Allahu xhallahu ala për mes të vetëria. Thot, edhe kurse që nuk ka rritët, nuk ka rritë veç për shkak se ka dashtu dikon njën vetëriave. Që dikon ka dashtuar. Prandaj ti tash e ki një simatse, një 3 kritere që me to e organizojnë jetën tonë gjithmonë. Domethënë t'ja përshtatësh qenjen tënde sunetit. Qenjen brendshme të jashtme sunetit pejgamberit. Ta mbushësh zemrën ndjenjë të vazhdueshme se pa Allah nuk muj, edhe në çdo lëvizje ta kesh synim veç kënaqësinë Allah xhallahu ala. Çotria ju në qenë si suksesi kështë të thot Ibn Qayyim rahimahullah. Edhe meditimi i fundit për sonte në kuadër të këtij kapitulli që ka pranuar Ibn Qayyim rahimahullah, këto domon kjo mundem të thonë që meditimi domon i parë ishte forca e braktisës së mëkatit. Me çka braktisës ose çfarë do praktike të dëmshme. E dyta mundem të thonë dallimi mes suksesit dhe dështimit. Mendjes që arrin dhe mendjes që dështon. E treta mundem të thonë bazat e arritjes tek Allahu xhallahu ala. Me çfarë bazë ndërtohet arritja tek Allahu te barekutaala. Edhe meditimi i katërt, si e martimeve veçanësore, kur ti komo martu me kuptu drejt se ajo që janë kështu të martuara, po mund me qyt edhe këta të fundit bazat e jetës lumtur. Lumturia ku qëndron? Që folet shumë për të lumturinë, më kënaqe, me konjeratë, ku qëndron? Ibn Qayyim rahimullah thot bazat e lumturisë së një njeri ndërtohen mbi 3 çështje. E këtu janë 3 janë.
Dhe sisla nga këtu e ka një kundërshtar. Prandaj, domthon, ti më kemi çka thot. 3 janë nëse i ndërton e ke ndërtu lumturinë. Po këto 3 e kanë nga një forcë rënuese. Kështu që duhet më kujdes edhe për forcën ndërtuese dhe ta mbrosh nga forca rënuese. Lumturia qen ka ndërtim dhe pastaj ka tendencë për rënim. Çka e ndërton? E ndërton nga tauhidi dhe azon shirku. Patyshim baza e çdo lumturie, çdo kënaqësi është njëshmëria Allahu xhallahu ala, besimi i drejtë në Allahun te bareke ve teala. Kjo është baza e lumturisë. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, sunneti i pejgamberit alayhis salam është baza e lumturisë. Kur e nik pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ne është i lumtur. Nëse e njeh njëri më të lumtur në rrugën e duhur, por forca rënuese është bidati. Aja që e kundërshton sunetin e pejgamberit alayhis salam. Thotë baza e tretë e mëse ndërtohet lumturia është ta në shtimin dhe Allah Azza wa Jall, aja që e rënon dhe e rrezikon këtë syll është el-ma'asiya, mëkati. E pastaj thot Ibn Qayyim rahimullah, thot wa li hadhihi thalatha diddun wahid. E këto 3 bashkë kanë vetëm një kundërshtar. Do shiko tash. Ibn Qayyim rahimullah thot bazat e lumturisë janë 3. Njëshmëria, suneti dhe ndërtimi. Çto janë bazat e lumturisë. Këto të 3 e kanë një kundërshtar. E kanë një godic. Që ato e ruan, apo. Mi po pastaj këto të 3 e kanë një që don të rrëzuohen. Shirku sunet me rrëzu tauhidin, apo ndërsa bidati sunetin. Tash ti e ruan sunetin nga bidati, e ruan tauhidin nga shirku. Është çka? Nëse të 3 do mirujt pej një goditje që mundet me rrëzu të 3 apo. Cila është kjo? Hadhi Ibn Qayyim rahimullah, aja që e rrezikon lumturinë këtë dunjë. Edhe rënën të gjitha shtyllat e jetës mirë. Shkonstatim i mahnit shumë Allah njëmë, lezim i thellë. Aja që i rënën të gjitha shtyllat e lumturisë dhe rënën gjdo shpresë për jetë mirë, thot, është kur zemra është e zbrazët nga kërkesa e asaj që Allahu e dënë dhe të larguarit nga e që Allah nuk e dënë. Një zemrë që në vetën e saj nuk e ka të ndërtuar, që të kërkon që ka Allahu dënë, dhe të largohet nga e që ka Allah nuk dënë, realisht çdo përpjekje për me gëzu këtë zemrë është e kotë. Përshka këtë zemrë është e lumtur kur kërkon kënaqësinë e atij që ka kriju. Kur largohet nga hidhrimi atij që ka kriju. Ndërsa kur këtë zemrë nuk e përmbush me këto dyja, me çka do që të me përmbush? Këtë është. Nuk gëzohet zemra, nuk lumturohet, mund të jetë pretimi i këndshëm, mund të jetë po që njerëzit mendojnë se lumturi, mund të jetë kënaqësi e përkohshme, mund të jetë. Mi po lumturi reale që jep kuptim jetës dhe jep forcë njeriu me qenë i fortë, stabil dhe i kënaqur edhe në situata të vështirësive, nuk ka mundësi pa këtë. Tash dikush e ka shumë, edhe ka shumë lumturi, dikush ka më pak, por këto dyja ose kia një me këto dy krahët e determinojnë me lenin Allahu xhallahu ala domosdoshmërisht domon fuqinë e prezencës së lumturisë në zemrën e njerit edhe në jetën e tij. Prandaj njeriu do të pas në zemrën e tij të ndërgozur gjithmonë zemër të mbushur me atë kërkesën e vazhdueshme të zemrës çka Allahu don. Dhe çka ka tek Allahu xhallahu ala. Zemra lakmon me çka ka tek Zoti, jo çka ka tek njerëzit. Zemra se lakmon çka ka tek njerëzit, është gënjet. Nuk ka mundësi të koni zemrën e lumtur, ndërsa dirigjuesi i lumturisë ndor të njerëzve. S'ka mundësi apo, nuk mund. Edhe nuk mundesh me pas lumturi në qofse, domethënë ruhesh që njerëz mos më dhunu e për Allah s'ka gale. Nuk mundesh apo. Nga se sado që mundohesh, njerëz kanë me qenë të dhënuar, apo. Sado që mundohesh, a është ashtu? Për shembull, a është largimi nga hidhrimi i Allahut Azza wa Jall i mundshëm? A mundesh me bëu diçka dhe Allah s'e dhënon? A mundesh me bëu diçka? Mundesh. A mundesh me bëu diçka që njerëz kur s'e dhënon? Kur s'e dhënon? A mundesh me bëu diçka? A ekziston një vepër që si të përgjita kur këtë dunja s'ta ka inati? A mundesh me bëu diçka? Sa mundesh me? A mundesh me arrit kënaqësinë Allah xhallahu ala? A mundesh? A ekziston një rrugë që nëse njeku, Allahu për t'i kënaqur? Po mundesh.
Mirë, a ekziston e njëjta me njerëz? E nuk ekziston. A njëri më që çfarë bën vëllazën? Mirë me ato të arritshmën, jo me ato të paarritshmën. E arritshmën është knatësia Allah xhallahu ala, çka është esenca? E arritshmën është largohesh nga ndihmi Allah xhallahu ala, çka është esenca? Nëse ato të paarritshmet, madje edhe kur arrihen, nuk kanë vlerë. S'ka ne ndjen të posaçme të veçantë, njëri me to nuk mirë thotë. Po çka njëri më çfarë? Çka është ajo që ulemat na ka mësuar, ka më orientuar mendimin. Ka më orientuar mendimin. Andaj sot kur flasin njerëzit të ndërvozur për çështjen e të menduarit, i shet të fol, na duhet me ngrit vetdijen të entituj këtë mëdhaj, apo non, këtë titull të mëdhaj. Po, po kur fillon me ta detajzu këto, që është bash, s'ka kurrë ndot. Ajo që për një më e përmbush zemrën, e organizon mendjen dhe ndriçon është momenti kur njëri e din orientimin e tij, e din kënaqësinë e kujt e kërkon, edhe e din se çfarë është e keqe që nga ajo duhet të largohet. Prandaj kjo është ajo që besimtar duhet ta ketë parasysh në vazhdimsi, nga se këto janë ato të cilat i sjellin në vazhdimsi probleme, nëse nuk mirë me to, edhe i ndihmojnë në eliminimin e problemeve nëse realisht i trajton që duhet dhe mirët me to. Këto meditime që i përmenda të ndërvozër, edhe pse ndoshta në një aspekt mund të jenë të ndara me zveti, mirë po njëra tjetër e plotësojnë dhe e kompletojnë për të qenë besimtar i kompletuar në brendin e tij dhe i organizuar mirë në të jashtëmën e tij, edhe në të menduarin e tij, edhe në vepruarit e tij, por edhe në organizimin e jetës duke braktisë të gjitha ato të cilat realisht i marrin nga jeta e tij, i marrin nga koha e tij dhe në fund nuk i japin përse humbjet kohës dhe humbjet jetës. Laj ato. Aja që po ta konsumon jetën, aja që po ta konsumon kohën, nuk po të paguën me kurrë përse një kënaqësi mentale, lej ato. Fiton më shumë. Çat kohë që po e kalon, apo me çato zakone, çfarë sa kishim fitu me kalu me Allahun xhallahu ala. Shiko sa kishim fitu me buni punë mirë dikun që Allah të ka mësuar, dikujt minimum për shkak, sa kishim fitu. Shumë më tepër. Andaj ngritë pazarin, rreth çmimin e vetes tonë, rreth kapitalin me këto kuptime që sillin lumturi dhe shpëtim dunja edhe në ahiret. Këtu janë të ndërrozë disa meditime që pata të sot me lezu me juve. Allahu na përmirësoj gjendjen, Allahu na dhash forcë me organizu jetën, me i bën ndryshimet e duhura në jetë, në çdo aspekt, që gjithmonë themi në avancim, e kështu themi deri në fund, jo që para fundit njëri me bën ndryshimet e gabuara, nga si janë të kushtueshme, Allahu na ruaj, prandaj njëri mëshëm e din atë që e ka përzgjedh, pse e ka përzgjedh, edhe e din mundin që jep, pse e jep këtë mund, nuk bën asgjë kot, edhe nuk bën asgjë shkel e shka. Allah është për leftë, wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira.